Edhe vjen qajurni me një mura mushit me janë dërgu dhe ushtarë, na ja bim ushtarë të Ramush Haradinit, kemi ardhë, nuk e dija, kanë qenë 50-70 ushtarë, kemë provu për zonës Pashtrikët, me komandandrinin, Kimeraj ka qenë, prezent. Po, aty kemi nejtë një Jablanicë. Aty kam taku Ramush Haradinin, kam taku Shkelcenin, kam taku Dahutin, na kemi qenë të veshun, su na thëshin mos na ka në ushtrie natës, ka keni ardhjo me këtë vesh, me çanta. Keni qenë mirë të përgatitur? Mirë të përgatitur, në armatim ma të përsosën pak, se këtu edhe ishim mbyll kufitës, kam pas ka të hynë, ishim thuja sirrisht aty prapë Kosovë. Edhe më pyet Ramushi, thot, nga i tregova, thash jam i Kryshec. Tha qatë dreqit ka quatje. Thash pa më thuni puna. Më zoni puna, po. Thash më zoni puna. Tha mirë është edhe që të kanë dhënë puna se dhe atje o Kosovë nuk është. Vish duka gjenë, interesant tha është me konë për gjithë Kosovë, e djemët. Tha, kem nevojë për ushtar, thash po unë du me vendosë këtu. Një herë për gjithmonë. Edhe aty e keni nisë pastaj? Edhe aty e kom nisë. Po. A i kujton betejat më të vështira që i ke përjetu në zonën e Dugagjinit? Po, zona Dugagjinit ka qenë, thuja, komplet e minume për beteja. Cilën të flasësh, nashta ka bën pra tjetërën. Sepse edhe u konë vija gjatë. I luftimeve, po. E luftimeve, po ka qenë ajo e Kralanit, ka qenë edhe Pozharit. Pozharit. Kralanit ka qenë më ronë, e Pozharit ka qenë pak me lehtë.